Atmosfera e rezultateve pasgjedhore kanë krijuar një panoramë interesante në burgun 302. Aty reflektimi mbi jetën dhe drejtësi merr kuptime të reja. Të burgosurit kanë votuar dhe befas rezultatet janë befasuese. Shaka popull, pritej, ju do thoni pse? E thjesht, janë vota të siguruara fal lidhjeve me sistemin e drejtësisë. Tani po pyesni veten për çfarë po flasim? Për votat e të burgosurve nga 302-shi. Konkretisht në këtë qendër të vuajtjes së dënimit, delse në krye të preferencave ka dalë zonja Armonela Felaj, kandidatja socialiste, me plot 111 vota për Partinë Socialiste dhe me Felaj në vend të parë, duke se edhe pas grilave, politika është çështje kujtese gjyqësore për të burgosurit. Socialistja Felaj nuk është një kandidate çfarëdo, ajo është bashortja e Bledar Valikajt, një emër mjaft i njohur në qarqet e drejtësisë, si prokuror në Prokurinë e Tiranës dhe me angazhimin aktiv edhe në Gjykatën e Tiranës. Pra një figurë që shumë nga votuesit e 302-shit e kanë njohur nga afër, ndoshta më afër se sa do të dëshironin. Ky është një rast frymëzues i mënyrës se si drejtësia dhe politika të ndarë teorikisht mund të ndërthuren në mënyrë kaq harmonike në praktik, njësoj si një duet bashkëshortor. Njëri dëno apo shfaqso, tjetra merr votën. Njëri vulos të shkuarën, tjetra kërkon besim për të ardhmen. Një simfoni institucionale e drejtësisë dhe politikës shqiptare. Në një vend ku shpesh flitet për pabarazi, ja ku kemi një shembull ku të burgosurit janë trajtuar me plot respekt e u është lënë zgjedhje e lirë për të votuar dikë që e njohin shumë mirë. Apo jo, në fund të fundit, kush më mirë se një prokuror e një votuesin e tij potencial.